friends, welcome back and happy Wednesday. Today is Vlogmas Day 17 and December 17. Pa humbur kohë, po fillojmë edhe ditën e sot dhe t'ju tregojmë se ç'a kemi edhe sot. Ja ku jemi, edhe ja ku po dojmë me dalën, edhe ja ku po dojmë me shku, edhe today is si vranët jashtë, është ftoft cold, edhe po thonë që në fund të muajit kemi për New Year, kemi edhe snow, kështu që kam qitë qëtu, tesha qëtu për më vesh edhe po dalim. E pe marim njerë advent kalendar për krym, të 17 edhe kështut. Ja ku po dojmë me përfundu të gjithën së bashku, çka nuk kam menduar që do të bëj vlogmas ditë për ditë këtë herë, por ja që po shkon kështu 17. Edhe do t'ju tregoj jashtë qëtu. Akoma kemi si snow këtu, edhe këtu krejt ka pak dëshka, por qëtu kam bitur edhe jashtë është si vranët, si qështët. Ja ku e kemi advent chocolate. Okej, do ta marrim edhe 17. Okej, unë e di ku është 17. 16, 19, 17, është ja, pe di që është. Shiko, kjo mrena kështu që bën mesnë. Si zakonisht. Edhe pëlluba që ka qëtarësit po vitë të gjitha. Tani vinë të gjitha. Atje dhe ishin shumë këtu, do isha një qizu. Jemi këtu pra të parku edhe nuk ka asgjë. Tani më është i zymt. Me vranësira dhe pak gjethe, por që është taman vjesht, dimër. Është winter time edhe pse akoma nuk ka hi, edhe pak është, dhe të shohim si të t'ja bëjmë. Jemi të haltuar të shkojmë diku nuk i di. Por kështut. Shkoj ja ku i kemi. Dhe shiko se qa ka ndodhë këtu. Ishtë fontana e cila për dhe që ka krijuar pejsazhe akulle gjithandej. Është kjo fontanë, mamma mia. Shiko. Është interesante. Shiko. Mamma mia. Shiko, li është ngrirë. Shiko se si janë krijuar. Dhe wish kom pa ndalur. Pikon këtu dhe pastaj ngrihet e gjithë. Mamma mia. Shumë interesant, çka edhe atje. Tani vë parku i akullit. Shiko pëman. Interesant. Parku i akullit. Shiko këndi.
Tu me pëllumba se cilë po hajmë bukën, po pëj. Qa ka bëjnë se di. Shiko, është vranët. Të tregoj, është vranët. Edhe që të. Edhe një herë. Shiko. Wow. Okej. Çekini. Ne këtu e kemi një qenë. Që po na shikon. Edhe ja kur këtu, wow, kemi 3-4 qenë atje. Dhe kështët. Shikon, kemi edhe atje 2 qenë. Shiko, është vendosur. Unë bredhi këtu. Dhe është vendosur tani. Ka filluar zbukurimi I qytetit. Këse këndej kemi disa zbukurime të veçana. Zbukurimet këtë vit kanë ardhur kështu në këtë formë, pse? Sa interesant. Kjo formë është formë e dekorimit në Itali. Kurse unë përshoj edhe që të lartë dritat. Shiko se si kanë rregulluar. Ç'është? Shiko. Ka tani për festat e fund vitit I kemi atje edhe një babagjesh. Se këse sa bukur. O sa bukur po duket. Sa bukur. Që kësi Santa Claus I madh. Oj, ja ku jam këtu. Sa po hëngra buk edhe jam marrë moti, shiko, e rregullova qëto. E shkruajta edhe këto gurin nga Manastiri I Shenjt I Zvërnicit, Vlorë, 29/11/2025, ora 13:00. Kështu që tani e kam këtu edhe po e vendosi të kalzoj tash edhe gurin edhe një herë, edhe po vendosi për funi gurit. Okej, që ku është guri që ka marrë nga Manastiri I Zvërnicit, shiko se kështu, I cili ka qenë në muri dhe është ka edhe ato dhe shiko se sa është tamam I mirë. Kështu dhe ja ku është kjo këtu, si kështut dhe ne të rinë me këto këtu. Kështut, unë e komentuos këto këtu te Bambino këtu edhe kështut. Ja ku është edhe kjo u përfundu. Shikoj se sa bukur rregullimet të mbrëmje. Shikoj se sa bukur. Rregulluar atë gjithë. Shikoj se sa bukur. Oj, ja ku jam këtu dhe jam duke I ndruar filma duke shikuar, po du me shku me flaj për shkak se tomorrow do të shkoj t'i bëj analizat, kështu që do të shkojmë të në mëngjes herët edhe dua të flaj ma herët për më bo ma I qetë edhe se kom zgju ma herët. Kështu që të shohim, e të në qusha qëtu
filma ndryshe, që nuk po ka filma kështu të me edhe me përfundu vitën. Vetëm edhe përfundu vitën, kam ble diçka disa për tavolinë që do pjo kallëzoj kështu shiko, por tomorrow ju kallëzoj më mirë për next vitin që vjen, New Year 2026, do t'i bëjmë, do t'i vendosim këtë kështu. Janë 3 copa më të vogla, në ngjyrë njëjtë si kjo i kam gjetë, edhe dua të bëj një kombinim tani në vitin tjetër, të kem më tepër sene mbi tavolinë, më gjerë, edhe kështu që të shohim ndaj kombinim, ndaj dua t'i shpërndaj të gjitha këto të qirinjeve, mbajtësit e qirinjve, kështu që të e lo për tomorrow. Tomorrow më ju kallëzu, ndërsa nëse jam vetëm në shtëpi, ju kallëzoj edhe ditën se si po ri. Por nuk po vendosi një herë. Nuk dua t'i vendos. Kështu që po flajmë. Kjo pra është edhe tëra. Sa i përket edhe kësaj vite që kemi bërë sot me të 17-in. Gjithë ju që pëlqeni videot mia bëni like, bëni subscribe për pa të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you tomorrow me new vlogmas.